За градоначалникот на Тетово, Билјал Касами, е болно прашањето за продажбата на монополот, а има и такви меѓу кои ги спомена фабриката Тетекс, Шик, Јелак и Интерпромет, кои со владина одлука се продале по символична цена. За монопол Касами вели дека процесот на приватизација завршил во 2014-та и не можел да го спречи. Unë këtu I kam siguruar gjitha vendimet e privatizimit të këtyre qindra hektarëve tokë në qytetin ton, ku veç më një pjesë e madhe tyre po transferohen në hapësira për banim kolektiv. Dhe në kuadër të kësaj, kur gjithë ky proces është realizuar përmes privatizimit, një pjesë që nuk është realizuar me privatizim ka mbetur me riformësim të pronës, që është obligim ligjor, gjithashtu në bazë të rregullores të miratuar shumë më herët nga qeveritë paraprake, ku është e përcaktuar që riformësimi I parcelës bëhet me çmime në bazë të kësaj çmimorje. Pra, ka qenë një proces I përcaktuar shumë më herët dhe për të cilin Komuna e Tetovës nuk ka pasur mundësi të veprojë ndryshe. Градоначалникот на Тетово призна дека со одлука на Советот на општината земјиштето е пренаменето од за лесна индустрија во стамбена зона. Fillimisht ka nisur procesi I formësimit të tokës në bazë të destinimit paraprake ka pasur industri. Dhe procesi tjetër ka qenë procesi I miratimit të planit për ridestinim të asaj prone. Pra janë dy procese paralele të cilat përsërit po them janë procese që janë e drejtë e çdo qytetari, nuk janë procese që ne mund t'i ndalim. Këtë rast edhe po të mos I zhbërë ridestinimi në banim, nuk mund ta ndalnim në procesin e parë I cili vetëm është orientuar në bazë të privatizimit, ku pjesa dominante e pronës ka qenë vetëm private, në bazë të privatizimit. Инаку на оваа локација сега се планира да се градат стамбени згради, поточно многокатници. Иако кога се приватизираше земјиштето беше дозволено да се користи само за лесна индустрија.